Profesor, një barazim i vuajtur sot ndaj Mbylësit, sa I kënaqur ose pa kënaqur jeni? Po, nuk kemi kënaqur fare, sepse ne jemi shumë mërzit. Sot ishte një dita, do fitojmë në deshe, sepse kemi nevojë për pikat, edhe ishim përballë Ballshi, kam shumë respekt, por ne jemi me mirë si Ballshi, por sot nuk kemi tregoj ne jemi me mirë si Ballshi në fushë, dhe kjo është e problem. Nuk kemi merituar do fitojmë sot, por edhe nuk kemi merituar do humbim në deshe. Kur ishte rezultati 1-1, neve ishim me afër do fitojmë, me rastit konkretisht Latia nga korner fundit, ka rastit Ze Gomesh dhe rastit Qose. Por, e tashu nga fillimit, nuk kemi merituar edhe do është një barazim është e drejt. Por, ne jemi patjetër shumë mërzit. Shumë që Elbasani kujtohet të luaj, nëse mund ta themi kështu, kur pëson gol. Edhe kjo është të një tjetër problem, sepse ti e drejt prap, nga fillimi nuk ishim me ritëm duhur. Edhe ritëm duhur ishte fundit 25 minuta, 20 minuta fundit. Pse? Sepse ishim all in. Tani, nëse luem për Europa apo për kampion, kemi nevoj do ndrojmë mentaliteti. Faktikisht neve kemi problem me skuadra vogël, nuk mund të tem Ballshi se skuadra vogël, do shtë mund të tem kemi problem me skuadra poshtë tabelës, edhe tu kemi nevoj do punojmë. 4 mungesa sot, sa ndikojnë në skuadrë dhe ku do të jenë gati? Faleminderit për pyetje, sepse unë nuk dua do flasim për mungesa, sepse do shta do mendoj kjo është një alibi, por nëse ishte sot, nëse ishin gjithë lojtarët gati, jam sigur do shkoj me mirë. Pegon shumë, por kjo ishte situata, ne jemi provuar gjitha. Mund të teme dhe lojtarët nga bankina, pjesa du të reagoj mirë. Kjo është një minus për ne, sepse kemi nevoj për gjithë grupit, por kjo është situata edhe do vazhdojmë si këshu. Në mesjavë kemi Partizanin dhe shektimin kup, çfarë do të bëjë Elbasani ndryshe për Tani nesër do vazhdojmë, nuk kemi koha për pushime, edhe nga nesër do bëjmë analiza, do flasim edhe do shikojmë gjithë bashkë çfarë mund do bëjmë për në deshe kundër Partizani. Nuk mund të them tani direkt, sepse akoma ne jemi në mendje Ballshi, por nga nesër është e përgatitur për Partizani. Jeni 5 pikë larg Vllaznisë kryesuese dhe 7 pikë përpara Dinamos dhe Partizanit. Nga shihni lart apo keni frikë nga poshtë? Jo, nuk kemi frikë as nga poshtë as nga larg. Ne jemi shikoj vetëm, si do të them, puna për vetë, sepse 7 pikë nuk është e pak, 5 pikë nuk është e shumë, por mu do flasim edhe kundër, 5 pikë është e shumë edhe 7 pikë nuk është e pak, do më tonë gjitha është në loj, gjitha është e apu, neve do luftojme edhe do rim qetë, përqendruar, edhe çfarë mu do bëjmë, do provojmë, do luajmë pak me mirë kur kemi në deshe brenda tu në Elbasani, sepse çdo kundërshtar do rim rapa edhe do luaj për një pikë. Tani, unë si trener bashkë me stafi, bashkë me lojtarët, kemi nevoj do gjemë një do shta formula, nëse mu të temë si këshu pak me mirë. Por prap, sot mu të temë tani, do marojmë Ballshi, rezikojmë, nuk rezikoj asë njerë. Goli ishte durati nga jonë.